Jep kënaqësi të veçantë sonte t'ju shoh kaq shumë artistë të tubuar, të bashkuar në një mbrëmje festive siç ofron gjithmonë kompania Ziko TV dhe natyrisht premton të jetë një natë mjaft e këndshme, e bukur dhe do të kënaqemi shumë. Ju premtoj. Çfarë turme? Çfarë që dini të bëni dhe t'jepni për Zhurma Show? Në çfarë turme, në çfarë atmosfere jemi na sot dhe në çfarë note. Këngëtar të artist nga gjitha troje shqiptare, një duar trokitje. Absolutisht. Janë sonte këtu dhe duan që në fillim t'ju tregojnë se ndihen mirë, në formë dhe optimist. Apo jo? Mi mbrëma dhe mirë se erdhët në Zhurma Show Awards 2009. Mirë, ky festival është një ngjarje jashtëzakonshme. Si pari, si pasojë një vullneti të mirë, i tejkalimit të shumë të ndryshme sfida që kishte, energjisë së plot, dashurisë së madhe për artin, sonte Zhurma Show Awards mbush 5 vjeç. E keni parasysh se si duket një fëmijë 5 vjeç, që posa fillon të takohet me miq të ri, të zgjeroj horizontet e veta, bota shkon e i rritet çdo ditë, por megjithatë në fund mbetet një fëmijë që ka nevojë për lëvatimet tona, për veprime të ndryshme, për ta lajkatuar. Kështu është edhe Zhurma Show Awards, e cila kaloi shumë sfida dhe do të kalojë në të ardhmen, dhe natyrisht duhet t'japim përkrahjen më të madhe si ne këtu, stafi organizativ, ashtu edhe ju, Ziko Kompani, jeni me të vërtet më të fortit në vitin që jepni të gjitha ato çmime për të gjithë këngëtarët që nuk i lëni anash asnjërin. 5 vjet e lehtë për t'u thënë, por mirë. Kësaj radhe ky edicion sjell risi të veta, së pari realizohet në qytetin e lindjes së prindit të tij, kompanisë së madhe Ziko. Pastaj, transmetimin e tij të drejt për drejt e bën televizioni Ziko, i cili sonte kremton 2 vjetorin e lëshimit të sinjalit të parë për të gjithë ne. Sigurisht do ta mirëpresim me duar trokitje. 2 vjet për Ziko TV-n. E tëra kjo në përkujdesin e stafit të televizionit Opinion, i cili bën realizimin teknik të kësaj mbrëmje madhështore, sigurisht. E çka është shumë e rëndësishme që këtë atmosferë shumë gazmore do të mund ta ndjekni në të gjithë shqiptarët kudo që janë përmes faqes www.zikotv.net, gjithsesi drejt për drejt. I përshëndesim gjithë shqiptarët kudo që janë. Mirë. Edhe këtë vit, posaçërisht televizionet tona u bombarduan nga videoklipet të ndryshme dhe këngëtarë të rinj, por është e natyrshme që të gjithë nuk mund të jenë sonte në mesin ton, megjithatë të gëzojnë respekt, të gjithë keni qenë të mirë. Zhurma Show Awards vazhdon të jetë një strofull e artistëve që jep çmime dhe pasqyron aktivitetin artistik të gjithë këngëtarëve tanë kudo që janë. Mbase ata që nuk kishin mundësi sonte të ishin këtu të përzgjedhur nga juria profesionale, e cila është përballë nesh këtu, natyrisht do t'ju njoftojmë për ta. Do të kenë mundësi herën tjetër të jenë në mesin tonë, pasi që ne respektojmë të gjitha projektet që arrin të shfaqen në ekran, mbas edhe në mediumet e tjera. Bravo! Kështu juria ka bërë përzgjedhjen duke i nomuar këngët në zhandre të ndryshme. Sonte në juri janë Gjavit Muçaj, producent, kryetari i jurisë, faleminderit. Edona Memini, redaktore e muzikës në Ziko TV. Flautisja Alma Leshi, redaktore e muzikës në TV Opinion. Jeton Morina, përfaqësues general i Ziko TV-s për Evropë, Impact 4. Maxi, gazetar nga Shqipëria. Avnia Liu, redaktor përgjegjës i muzikës në Alsat të Maqedonisë. Kjo do të thotë që sonte artistët do të jenë në garë, apo jo? Me këtë rast duhet të them se sonte do të shpërblen më të mirët me çmimet kënga e vitit, albumi i vitit, videoklipi më i mirë i vitit, por edhe albumi historik. Por edhe shumë çmime të tjera, duke mos i harruar gjithashtu befasit dhe mysafirët të cilët të kujdesen për disponimin ton. Dhe ju siguroj se gjithë atmosfera e sonte do të mbetet të thellë në kujtesën tonë, e sidomos e fituesve, apo jo, të cilët nuk dihen akoma, por sigurisht kjo natë do t'i pasqyroj të gjithë ata dhe do t'i sjellë në skenë për të dhënë edhe deklaratat e tyre të gëzueshme që do t'i japin publikut dhe kolegëve të tyre të respektuar që i kanë pranë. Mirë. Edhe pas vdekjes së tij,
vazhdon të jetë në zemrat tona, vazhdon të jetë personi më i dëgjuar, albumet e tij vazhdimisht po shiten edhe tash në televizion, në stacione televizive ndërkombëtare, vazhdon të debatohet jeta e tij, veprimtaria e tij, vdekja e tij, mbase me gjithë këtë vazhdon të jetë në luftë akoma me industrinë ndërkombëtare të muzikës, më i famshëm se Barack Obama, më i famshëm se Marilyn Monroe, Michael Schumacher apo edhe Beyoncé Knowles, vazhdon të jetë në fonotekat tona dhe të dëgjohet me shumë mendje mbase edhe çdo ditë. Mbase në shumë parlamente botërore u mbajtën minuta heshtje për të, ne planifikuam që sonte edhe ne në këngjarje artistike ta bëjmë një gjë të tillë për të. Ju ftojmë që të ngriteni të gjithë në këmbë për të mbajtur një minutë heshtje për Michael Jacksonin. Të gjithë këngëtarët natyrisht e kanë nga një histori të fillimit, të krijimit të famës e të tjera derisa arrin në kulminacionet e tyre, siç kanë arritur edhe shumë të tjerë shqiptar, këngëtar, artistë që na kanë zbarë fytyrën dhe natyrisht e kanë përfaqësuar Kosovën çaq bukur, këtë copë toke të vogël që tashmë e njeh gjithë bota, po flas në aspektin që e njohin të gjithë se ku gjendet. Megjithatë këtë, edhe Zhurma Show Award gjithmonë u ka krijuar hapësirë të rinjeve, dhe natyrisht në fillim startoi me të nominuarit e parë për natën e sotme. Sonte fillimisht ndahen çmimet për këngën, albumin dhe videoklipet më të mira në kategorinë e debutantëve. Pra ecet e këngëtarëve fillojnë nga ky moment dhe vazhdojnë deri në fund. Suksese të gjithëve. Ftojmë në skenë. Ftojmë në skenë modelën Besa Gashi dhe Reshat Alia për t'i ndarë çmimet e debutantëve. Ja ku janë Reshati dhe Besa. Vim për t'i ndarë çmimet për fituesit në kategorinë e debutantëve. Mirë se erdhët. Mirë, presim edhe që të na vinë, na komunikojnë, në fakt, në vinë edhe listat, ku do t'i komunikojnë emrat e fituesve Reshati dhe Besa. Faleminderit që jeni këtu sonte. Si po ju duket mbrëmja, fillimisht derisa të na arrijnë edhe certifikatat për fituesit? Fillimisht mirë mbrëma të gjithëve, ju përshëndes. Të gjithë këngëtarëve ju uroj shumë sukses, të cilët kanë punuar gjatë tër vitit, që sonte të shpërblen në një çmim. Mbrëmja është e mrekullueshme. Zakonisht kohëve të fundit po themi edhe ashtu është bërë në gjithë botën që muzika nuk po dëgjohet, më po shikohet. Ne dim që t'jen një prej femrave më të bukura të Kosovës, ke qenë Miss Kosova 2006. Ke menduar t'jesh këngëtare apo jo? Akoma jo, ndoshta antarë, si di. Akoma jo. Wow. Pritet. Reshat, ti si po kalon sonte, është mirë që ti takosh kolegët në një vend, se e di që ju keni kontakt me gjithë ata, por si është atmosfera brenda tani? Si po ndihesh ti në mesin e gjithë këtyre artistëve shqiptar që janë sonte? Këtu po ndina mirë, atje pak nxehtë se jam mesin e gati 15 bukurozhëv. Vazhdojmë tutje. Të nominuarit do t'i shikojmë në ekran për debutant këngën më të mirë për Zhurma Show Awards 2009. Dhe fitues nga këta 4 konkurrent është Urime Albatret Muçiçi. E presim nëse sonte këtu, po ja ku po vjen. Për këtë dhe desha ta kem dritën ma ta në publikut, se nuk shoh asnjë lëvizje nga ata. Ju lutëm stafi organizativ që të kemi në vazhdim si një dritë andej. Urime, së pari i duhet ta marrësh urimin edhe nga personat që të shpallën fitues. Urime, do të vazhdojmë tutje, faleminderit shumë. Suksese të më të tjershme. Vazhdojmë tutje me debutantët. Në vazhdim vihet debutanti pra me albumin më të mirë. I ndjekim nominimet bashkë. Shohim se kush do të jetë fituesi. Korrap Shaqiri, Viki apo Albatret Muçiçi. Dhe fituesi është Korrap Shaqiri.
Faleminderit shumë Urime. Ti zemër son të fol për femrat, unë po foli për meshkuj. Po në gjithë kom folë për femrat. Unë po foli për meshkuj. Okej. Dhe debutant videoklipi për femrat më i miri për sonte është Albana Azizi. Ne nuk na dhe puthje. I përshëndesim të gjithë nga skena për të rikthyer në vendet e tyre. Në sallën e teatrit të qytetit të Gjilanit, ku po mbahet ky edicion i 5-ti jubilar i Zhurma Show Awards. Sepse shpesh përspëritej fjalia Roku ka vdekur në Kosovë, ky vit e vërtetoi të kundërtën, natyrisht do të na bëjë të njëjtën gjë dhe stafi nominues që do të jetë këtu tani në ekranet tona, natyrisht ftojmë një mysafire speciale për të ndarë çmimet në kategorinë e rokut. Vjen nga Shkupi, Mojca Sedeu, është profesoreshe e perkusioneve në Fakultetin e Muzikës në Shkup dhe shefe e timpanave në Filharmoninë e Maqedonisë. Mirë brama dhe mirë. Mirë brama. Flisni shqip? Po ju vëmë në siklet më shumë, do ta bëni vetëm ndarjen e çmimeve, është kënaqësi ju kemi në skenën e Zhurma Show Awards 2009 për të ndarë çmimet në kategorinë e rokut. Dhe fitues është Rock videoklipi, më i mirë, Troja. Troja. Jakuvin Agroni dhe Landi nga grupi Troje i mirëpresin në skenë për të marrë edhe çmimin për këngën më të mirë rock në Zhurma Show Awards 2009. E përshëndesim zonjën Mojca Sedeu, faleminderit shumë që erdhe sonte në Zhurma Show Awards. Kishim një kënaqësi të veçantë. Faleminderit shumë. Në skenë vinte Uta Krasniqi për t'i komunikuar emrat e fituesve në kategorinë e këngëve pop. Hajde të Uta, aktore, këngëtare, prezantuese. Vetë e dyta? Wow! Na thuaj edhe një herë. Mirë brama gjithve. Leoni t'ju them që të gjithë po dukeni shumë bukur dhe shumë elegant. Në fakt, të ishte edhe një arsyetime dhe unë, pas aty në 2 arsyetimeve të forta. Sot këto shpërblime, kemi pas mindat së bashku me vllajin tim Emlin, i cili fatkeqësisht nuk mundi të vijë për shkak të obligimeve të shumta, sidomos pas ditës djeshme. Ka shumë punë, mirë po megjithatë, ju përcjelli të falat dhe po e përcjelli amanetin deri në fund. Faleminderit shumë të Uta, pa humbur kohë, vazhdojmë tutje. Vazhdojmë me të nominuarit në kategorinë dhe albumi më i mirë pop është i Shkojmë për Energy Band. pop videoklipi më i miri femrës, të nominuarit janë Dhe fituesi është Urime, Genta Ismaili. Kemi një përfaqësues të saj, faleminderit shumë. Euron, natyrisht po kemi edhe një tjetër arsye nga Genta.
Me shumë kënaqësi e dëgjojmë. Spari mirëmbrëma për gjithë ju që jeni në këtë sallë, komplimente për përdukjen tuaj. Genta nuk mund të jetë e pranishme, me qenë se në minutën e saj të fundit është dashur të largohet nga Kosova për arsye të saj të punimit të një këngë të re, por ajo në minutën e fundit më dërgoi një SMS dhe tha që i përshëndes të gjithë të pranishmit, ju dua shumë dhe ju kërkon të gjithë të falur që nuk është e pranishme sot. Faleminderit shumë, është e falur gjithmonë. Urime. I kemi edhe 2 aktorë të Akademisë së Arteve në Prishtinë, si do të vinë në skemë për të komunikuar diçka të tyrën, nuk e di se çka, nuk kemi planifikuar asgjë, nuk e di pse doni të jeni sonte në skemë. Doni t'ja ulëshojmë skenën, të jeni me Teutën? Qysh keni qef ju? Jo, si të doni ju. Lene bre Allah i Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Ne kemi një problem gjithmonë kur e bëjmë një kërkesë, gjithmonë ndodhe kundërta. Këtu festivali zhurma, ndërsa jo gjithë mbani qetësi. Ma zhurmë, jo lutem, ma zhurmë. Po, me të thonë drejtën mu po m'duket që kemi hy diku në gabim. Po m'duket që kemi hy me naj klasë dhe jemi duke mbajt mbledhe me prind. Po si pas kem pruton prind. Jo mbo, me i ftu, përzojmë piftojmë për festival si mi thirë ndarësëm. Eftojmë Shkelzen Jetishin me familje. Eftojmë Ilir Shakirin me familje. Ilir Shakirin me familje. Nusret Muqi me familje. Dhe familjen Krasniqi komplet me dhondër. Besa Fander. Po familja Krasniqi vjen edhe me një person ma shumë. Po, me të madhin Hashim Thaçi. Dhe kështu, së shpetin e treg do keni albumin më të ri të familjes Feyzullah dhe plus 3 videoklipe. Po, videoklipi i parë, Sabria me klipin dikur isha vetëm. Me klipin e dytë, Sabriu dhe Ermali me këngën e tash veti dyti. Videoklipi i tretë, Sabria, Ermali dhe Nipi me klipin Jemi familje Kallavlak. Panderët. Të dashurit tanë, pra ju, artist të cilët me muzikën tuaj na sjellni ngrohtësi, gjë për cilën ne ju falenderojmë. Dhe ne kishim në plan të ftojmë 2 persona, por do të kishin ardhur 3. Por tani e kemi vetëm një në skenë dhe janë 2. Është Teuta dhe vajza. Dhe vajza, po. Pra, Teut. Është ju përshëndet, besëmni, momentalisht. Teutës shumë suksese dhe vajzës së saj fat dhe lumturi në të ardhmen. Faleminderit shumë. Pra, Tonin eftojmë Tonin në skenë për të ndarë çmimin. Teuta na iku pak më shpejt. Për të ndarë çmimin, se ju ka kap çmimin me një çmim tjetër, se nga dojnë muda hiç. Me aktor. Çmim mas çmimi. Jo, më mbaj mirë. Ta mbaj unë? Jo, unë do t'ju mbaj. Okej. Kush po i mani, kush po i... Ne shkojmë të nominuarit. Pop, videoklipi Meshkujt. Të nominuarit janë And the winner is... Fituesi është... Do ta themi të trija. Ani pritësh pak. Pritësh pak se më kizu. Shkojmë. Hajde. Po vjen Ermali. Ermali! Ku është? Ku Nipi? Urime, suksesë. Sot ka fest në qerdhën tonë. E fiston ditë lindjen Ziko jon. A zaman, a do në dole kafesa? Fal. Jo, s'polironi ju hiç, po vazhdoni. Jam bajmë prap ne. Po problem. Po, videoklipi duet. Dhe fituesi është... Armend Shabani dhe Mirsa Kërçeli.
Fermend dhe zotëri Mirsa. Po. Shë ki bo flok Fermend? Urime. Suksese, ju falenderit. Tash jo, di shka? Po ikëm. Natën e mirë. Natën e mirë. I përshëndesim aktorët nga Fakulteti i Arteve në Prishtinë. Tash moj e vetë. Hajtë se për moj, bilone publikisht. Mirë, vazhdojmë tej me konkurimin. Krahas gazetarëve që po bëjmë punën e tyre sonte, unë kam edhe shumë kolegë të cilët do të jenë këtu me mua për të ndarë edhe çmimet. Me shumë kënaqësi në skenë ftoj kolegët nga Radio Televizioni i Kosovës, Dafina Krasniqin dhe Resul Sinanin për të hapur zarfet ku fshihen emrat e fituesve në kategorinë Dance. Mirë se erdhët në skenë, ju sigurisht keni diçka për të thënë me që nuk ka nevojën të flas, ju vetë jeni prezantues. Mirë se ju gjetëm, urime për këndmbrëmje madhështore. Më vjen shumë mirë që mbahet në një qytet tjetër përveç Prishtinës, pasi që jemi mësuar që gjitha këto evente të jenë koncentruar atje. Urime. Sa e bukur. Mirë mbrëma, jo mundesh me majt, mama. Unë e kisha në mend, e kisha plan që para jush këtu publikisht, me qenë se kishte të lashe toni, me ja lyp shkendës mikrofonin, sepse ajo nuk e shfrytëzonte shumë. Prandaj, le të na sjell mikrofonin shkenda. Do ta kemi parasysh, faleminderit. Mirë, po vazhdojmë tutje, faleminderit shumë që jeni në skenë me mua për të ndarë çmimet për fituesit në kategorinë e Dance, pra Dance kënga, të nominuarit janë. Dhe fitues është Kaltrina Selimi. Urime Kaltrino, duhet. Pa tjetër duhet me përshëndet Jurin, produksionin Pixel, Florin, edhe këtë çmimi ja dedikoj publikut tim. Faleminderit shumë. Kaltrina Selimi. Kemi edhe një tjetër çmim në kuadër të kësaj konkurrence, Dance, videoklipi më i mirë në Zhulma Show Awards 2009, të nominuarit janë. Nga 5 videoklipet në kategorinë Dance videoklipi më i miri është. Dance videoklipi më i mirë është fitues Qemal Mustafa. Më falni veç që kemi përzi me zgjedhje. Deri dje kemi shku me zgjedhje. Tash radhën e ka, ta thot Delfina. Nuk i është fjala këtu për lëvizjet në politik, por për muzikë, Resul. Është fituese Adelina Ismaili. Adelina Ismaili. So much heaven, so much hell, so much love, so much pain, so much more than I thought this one could ever contain. Urime Adelinës për çmimin. Vetëm një moment, i përshëndesim kolegët nga Radio Televizioni i Kosovës, faleminderit shumë. Sigurisht ke diçka për të thënë, me që urimet thash për çka e morë ti. Unë natyrisht do t'i falenderoja fillimisht familjen time që më kanë bind me bo videoklip, se ka shumë, mos thom sheku i po vite që s'kom bo videoklip. Faleminderit, falenderoj menaxherin tim për punën e pa kompromis dhe për krajen pa kompromis. Këtë gjë, më shumë ti do doja që të falenderoj fansat e mi që kanë qenë arsyeja pse është bo ky videoklip. Besa edhe kolegët
cil një herë e një kohë i kam shiku në televizion duke thonë, o zot, sa mirë është me qenë pjesë e juja. Faleminderit. Urime nuk thash në për çmimin se ti ke marrë shumë çmime gjatë jetës tënde, por Më fal, se cili është i mirë se ardhën. Ashiqore. Mirë, ne kemi përgatitur një befasi, po jo me tort, për ditëlindjen tënde sonte në skenë. Këtu janë edhe fëmijët që u futën ashtu shumë papritma në skenë, kjo është edhe befasia që sollën ata. Do të afrohemi tek ata, sigurisht që ti nderojmë edhe ata dhe ata ty. Për ditëlindje, po të përcjelli deri në fund të skenës, lutem. Dhurata vetëm që mund ta bëj. Për kategorinë R&B, kënga më e mirë është Njomza Kallaba. Eja në skenë Njomza. Ju uroj juve të pranishëm, kam privilegjin gjindëm pikësparin e gjimi Pakarushja madhja. Dua të përshëndes me një duar tërkitje shumë madhe. Pastaj zonjusha Adrina Ismaili që gjithmonë na nderon edhe gëzuar 100 vjet të tjera. Falenderoj Ziko kompaninë më së gjas më shumë. Sukses e urime. Njomza Kallaba. Vazhdojmë tutje në kategorinë e femrave të R&B videoklipit më të mirë. Dhe fituese është me këngën e saj, përkatësisht videoklipin e saj, në kategorinë R&B, Bubulina Krasniqi. Pjesëtar tjerë familje që kanë qenë shumë ftuar. fort. Me të vërtetë Bubulina nuk është hiç në Kosovë këtë ditë, kështu që të falja edhe prej saj. Faleminderit shumë. Shumë Me urime siguri asaj. ajo mua më kish falenderuar më shumë ti për shpërblim, kështu që po e marr me kënaqësi. urime të uta. Faleminderit. Faleminderit. Ftoj kolegen nga Koa Vizioni, Albën, e njohim të gjithë. Alba, ku je? To zemrë sa mirë po dokësh. Se të një mikrofon se me ty s'bën me bo dialog. Vedem barëm. A shiqore, po atëre po t'alo skenën vetë, sigurisht kemi ftuar dikon tjetër me ndoshmime me ty. Po, unë kam marrë në cilësinë e gazetares edhe moderatorës Koa Vizionit, po unë jam edhe studente e Akademisë të Arteve dhe s'komqare pa i ftu edhe 2 kolegë dhe me. Cila deg? Dega e artit dramatik, drejtimi rezi filmi. Bravo, 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 një duar trokitje me gjithë Edhe ato. ti jeni dramaturg i arshëm Mos i u qenë, këtij vendi. stomulet. Okej, unë po du mi ftu dy shokët e mi të aktrimit. Ata e kanë emrin Bujar edhe Agën, e na në klasë thrasim si Gjakova edhe si Mitrovica. Hajdene. Mirë mbrama. Jena ku në unë. Ol, Okej. a u lodha? Kemi arso për me nda çmimet e Samba hip-hopit. Ju e maj vet. Faleminderit. Haqe. Dhe mbama. Okej. Shkojmë hip-hop kënga. Të qeli qëtona? Hip-hop kënga fituesi është Ja, s'ju kallzojmë. Aga Dukat. Gollegji.
Urime suksese. Okej, hip-hop albumi. Dhe fituesi është Fituesi janë Etno Enjoy. Etno Enjoy. Mu më duhet pa tjetër mi thonë disa fjalë. Mos me folje. Zakonisht një që foli shumë, po më duhet pa tjetër me thonë një fakt me kallëzu para juve. Kemi fillu në 1996-ën. Është albumi 6 sot. Në 96-ën kemi fillu në Prishtinë për 3 vite, nuk i kemi pas asë një lloj vendi përveç kafeterive të vogla ku kemi marrë pjesë edhe i kemi këndu. Kjo skenë, sot ku jemi, është skena e dytë që na prej Prishtinës e kemi shkelë, përshta është do të në emocioni veçantë. Faleminderit. Apo dënë me thona i plan? Sam, urime, Etno Enjoy. E kësha thoni i Barcolet, që shmaman. Vetë me ka qef, vetë me ka qef. Të veç vaj. Me dë. Një djallë, një shkon një ditë mames në shtëpi e thot, soba kajtë musafir dhoma dhe i thot, mami, mami, pipi, pipi. Mama vetë i thot, ne mera e qonë dhe vece dhe i thot, djalli jam, ku t'jo me musafir me së më thuj pipi, po thuj mama kam vje me knu. Edhe djalli e mëson këtë fjell, edhe shkon tash djalli të doja me bujti natë. Edhe 2 natës djalli e bën dojës, o doja po kam vje me knu. Ky doja thot, ku më doja me knu 2 natës flej. Jem ka du me kënu. Ky doja se apri snipit, quk në i doja së të veshi. Talenta. Okej, apo shkojmë me hip-hop videoklipin. Dhe fitues është Jënë rikëthy së vjetën skenë. E kam puni bashkëpunim me Donar Basin. Talix! sukses shumë si gjithmonë, Talix! Shojnal! Kemi vendosur mi unë do dhuratën, mas jeni 2. Okej. Okej, bërë që kjo. Ju falenderit shumë jurista dhe krejtve këtu edhe publikut. A kera pas pak shirë më rikëthy, mas 4 vjetëve apet ja kemi dal, besoj që ja kemi dal, edhe ju ka pëlqy krejtve. Falenderit krejtve. Falenderit shumë, Talix. Hip-hop videoklipi duet. Dhe fitues janë Po, këta që janë shumë. Blero, Skills, Chaos, MC Kresha, FK, remixi La Vida Loca. Jemi motra Kallabllak. Ej, një duart rëkitje për Çekiqen. Lero. Mirë mama gjithve, shumë bukur po dukni gjithë, suksese gjithve, edhe ata që s'po fitojnë, po çdo që tjetë. Inshallah bakaloni mirë, falenderit shumë, falenderoj Pixels atë videoklipin, falenderoj bashkëpunim normalisht Skills, Chaos, MC Creation, Lyrical Sun, FK, normalisht edhe Maestro Çeki që me neve këtu, kështu që falenderit shumë, kaloni mirë, natën e mirë. Blero, si uroj suksese e kon vendas. Blero, e ka një pyetje për ty djemt. Për pos Çekiqit, ku Sakica? Okej, faleminderit ke kënaqësi me qenë mesin e juaj, faleminderit kolegë të dashur të radhës Falenderit shumë, kalofshi bukur. Kalofshit mirë, vazhdojmë. Mirë, kemi arritur tek ndarja çmimeve për kategorinë
pop folk. Dhe ftojmë në skenë përfaqësuesin e sponsorit nga kompania RC Cola, që të bëjë ndarjen e çmimeve për këtë kategori, pra për këngën, albumin, videoklipin për femër, videoklipin për meshkuj dhe pop videoklipin dueti më i mirë në Zhurma Show Awards 2009. Presim në skenë pra përfaqësuesin e sponsorit nga kompania RC Cola, që në kanë dy. Lices. Sigurisht? Aha, mirë si urgji, janë njëtë që am prezidencën e juve, shojmë nominime. Dhe fitues në pop folk kënga më e mirë është Alban Mehmeti. Ka diçka për të thënë gjithmonë Albani? Gjithsesi më duhet ju përshëndes gjithëpranishmit këtu. Edhe të drejtën nuk e prit afare se ishte konkurenca e fortë, po megjithatë shumë faleminderit, kam emocion i mirë, faleminderit shumë. Tani kur ke boj fort edhe ti, kështu konsideroj veten. Faleminderit shumë, suksese. Vazhdojmë tutje pop folk videoklipi dueti më i mirë. Dhe fitues është Adrian Goxha. Toni. Faleminderit Dani. Faleminderit edhe përfaqësuesve të sponsorit nga RC Cola, kompania e madhe. Faleminderit shumë. Kemi arritur tek këngët më për zemër që i kemi të gjithë, pa dallim asaj se çfarë themi gjithmonë. Jemi tek kategoria e këngëve, projekteve popullore. Ftojmë në skenë një tjetër përfaqësues të kompanisë së madhe RC Cola, është Fatoni që vije për t'i ndarë çmimet për fituesit të kësaj kategorie. Kënga më e mirë. Dhe Fatoni nga RC Cola do ta thot emrin e fituesit për këngën më të mirë në kategorinë e këngëve popullore në Zhurma Show Awards 2009. Fitues janë Enkeleda Alushi. I ftojmë edhe njerë në skenë, për tashmë si fitues. Më herët u shprehet përmes këngës, tani sigurisht se keni diçka për të thënë pas çmimit. Atëherë u thanë shumë fjalë sonte, po kalojmë shumë bukur, ajo që do thoja unë ishte ta kishim ditur kështu, nuk kishim vajtur deri në vend e ishim kthyer prapë. Megjithatë faleminderit. Janë këto befasitë që i sjell Zhurma Awards. Do të dëshiroja të përshëndesja të gjithë kolegëve artistëve, gjithashtu dhe kompaninë Ziko. Ku ka më bukur siç jemi sot. Sa më afër njëri tjetrit në këtë tre bukur. Faleminderit. Një përshëndetje speciale do doja nga këtu për Adi Hilon, i cili ka bërë këtë këngë, e përshëndesim dhe i themi që e duam dhe respektojmë shumë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Enkeleda dhe Alush Arifi. Faleminderit. Popullore albumi më i mirë. Dhe albumi fitues është. Fitues janë Xeni dhe Koravi.
Babe Vir, sigurisht, cili do të flet nga ju? Ejani këtu pranë meje? Kush i ka dizginet në dorë tani? Korabi apo ju? Zoti Shkajzan. Përshëndetje gjithëve për këtë organizim, organizatorit dhe përshëndetje gjithë kolegëve dhe adhuruesve të artit që sonte në mesin tonë këtu. Jemi së bashku, edhe atyre që po na përcjellen përmes televizionit. Dizginat i moj Allahu në dorë. Shpesh kam marrë shpërblime, por sonte është një emocion i veçantë unë si prind së bashku me Korabin që marrin këtë çim. Sigurisht që po. Korab, si është e babën tënd tani, pasi je transformuar në një këngëtar, edhe shumë i suksesshëm tani? Babin e shoh si një këshilltar, si një këngëtar shumë të madh, i cili më ka ndihmuar në çdo aspekt, si në aspektin material ashtu dhe moral, edhe patë me të vërtetë se ishte këtu ku jam sot. Do na tregosh një të fshehur se në këngë nuk po e cek aty. Cila është ajo kamarierja? Kamarierja është një vajzë e cila është Le të mbetet befasi për të gjithë ata që të shohin në jetën e përditshme apo jo? Teksti i Aida Barakut, ideja ka qenë e sajna. Sigurisht që po, ju falenderoj dhe ju dëshiroj suksese të mëzutjeshme, si Babe Vir natyrisht. Urime. Xeni dhe Korabi. Po sa morën çmimin për albumin më të mirë në kategorinë e këngëve popullore, vazhdojmë në të nominuarit në kategorinë e këngëve popullore, përkatësisht videoklipeve të meshkujve. Dhe fitues është Malsori. This world could ever contain. Dhe arritëm edhe në fund të ndarjes së çmimeve në kategorinë për këngët popullore më të mira, është fjala për videoklipin më të mirë në duet. Shkurte Fejza Gresa Beluli. Faleminderit shumë. Do doja t'ju përshëndes si juve si organizator, Ziko Kompanin, përshëndes gjithë publikun, përshëndes adhuruesit e mi në veçanti të cilët më motivojnë që të këndoj ende. Faleminderit shumë. Dhe përshëndes dhe dua shumë zonën e Xhmie Pagarusha, e cila na ka nderuar sonte. Faleminderit shumë. Përshëndes dhe falenderoj edhe Gresën, e cila në prani, do me thonë afër meje, në këtë duet më ka falë një emocion më të veçantë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Mire, përshëndesim edhe me një duar trokitje dhe fatonin nga RC Cola. Tani kemi hyrë në një tjetër etapë të Zhurma Show Awards 2009. Natyrisht pas të gjitha këtyre çmimeve, të gjithë këtyre projekteve, qëndrojnë shumë profesionisht, si që quajmë ne nga njerë të padukshëm, e që në asnjë moment nuk janë më pak të rëndësishëm se sa vetë ata që paraqiten në ekran. Natyrisht, Zhurma Show Awards nuk i ka anashkaluar dhe kësaj radhe të gjithë ekipin i cili punon pas kamerave, që natyrisht meriton duar turpitjen më të fuqishme nga një artistët dhe vetëm ata na bëjnë të dukemi mirë para ekraneve ku ne paraqitemi. Për të ndarë çmimet për kamerën dhe regjin më të mirë të vitit 2009 në Zhurma Show Awards, ftojmë në skenë regjisorin Ilir Kabashin. Dhe kameramani i vitit për këtë vit është... Jam shumë i nderuar, është një emnaki imi, Ilir Ahmeti. Urime! Hajde Ilir! Ja Iliri, që të ndodhi më? Si që është? Unë jam gruaja e Ilirit. Okej, ne thamë që mos ke ndruar gjinin. Ilir, mirë. Iliri është i nxënë, për momentin se me kënaqësi kisha ardhur dhe me marrë çmimin që e ka merituar. Nuk po t'intereson se ku është, nuk po na tregon? Është në Xhirime. Në Xhirima, je sigurt? Po. Falenderojmë shumë që erdhën në skenë. Sukses Ilirit.
Është mirë, faleminderit juve. Dhe regjia më e mirë. Na kumton lajmin regjisori Ilir Kabashi, cili vazhdon të jetë në studio me ne. Castro Zizo. Një falenderim për të gjithë jurin, Zika Company, edhe mbarojmë shpejt që të pim një gol pastaj. Do të bashkangjitemi sigurisht të gjithë. Po, faleminderit shumë. Faleminderit shumë Ilir Kabashit, regjisorit i cili ndau 2 çmimet speciale për kamerë dhe regji. Së bashku me mua do t'i ndajmë çmimet dhe për dhe stylingun më të mirë. I ftojmë në skenë Meliza Haradinaj dhe Saranda Shalej. Mirëmbrëma, jam këtu në cilësinë e një brezi të ri të politikës Kosovë. Dhe me këtë rast kisha dashur me përshëndet debutantë e ri që fituan çmim, edhe ata që s'fituan. Dhe fitues është? Lesa dhe Lule. Before my bag. Faleminderit shumë për këtë çmim, mjaft të rëndësishëm, sepse çdo këngëtar, domethënë veçohet për stilin e tij dhe më vjen shumë mirë që këtë çmim sot unë e mora. Faleminderit. Urime dhe Gresës. Ka nevojë për një moshkull dhe poshtë prej prapa skenët. A pajtoni me mua jo? Mirë. Me Melizën dhe Sarandën do t'i ndajmë edhe disa çmime të tjera. Internet pas është për moshk për femër, sigurisht. Dhe fituese është Emi. Deri temi, urime. Femra më e votuar në internet. Këshojmë se cili është mashkulli më i votuar. Berkani. Një sekund mikrofonin e kërkon gjithmonë Berkani. I ketë 2 sekonda. Atëherë, lidhje me spektaklin, gjithçka cekëm po e harum. Një veç një sen me thonë që as pak nuk më mungon prej MTV Awards në Amerikë që vok spektakli. Edhe neve jemi shumë të fort, faleminderit. Dhe kam një emocion veçantë sonte që e mora këtë çmim prej i madhi Ziko, i cili është shumë i madh. Dhe emocioni ishte që si artist edhe regjisori i klipit isha unë. Ishte një provim për mu, shpresoj që do i ka pëlqy, dhe si një faleminderim që dha premtimin që do të vjen, dhe që e përcjellëm me duart trokitje çmimi, ja dhuroj, faleminderit shumë për Mehmet Kosova. Faleminderit shumë. Vetëm pak. Të merret që Ziko është shumë i madh. Na bëj me dorë se sa është i madh. Këto mënyra që janë madhësia, domethënë nuk shikohet, por vetëm mund paramendohet. Do të qenë ka shumë i madh. Kush? Ziko Company apo jo? Ziko Company dhe Ziko. Faleminderit shumë. Ndërsa Melisa tani do të jap edhe mirënjohjen për fituesin e çmimit special për natën e sonte. Çmimi special i shkon Zamfina Ismailit. Ajo qika e vogël e Monës nuk është momentalisht këto, është me smundje, mirë po
fatmirësisht ose fatkeqësisht sonte unë e pranoj çmimin në vendin e saj. Çfarë do që është? Faleminderit në emër të familjes Ismaili, në emër gjitha Adelinave në stradë dhe gjitha atyre që janë Ismaili në stradë. Po diçka me thonë më shumë. Faleminderit. Adelina. Sonte keni pasur mundësi që të votoni edhe përmes SMS-ave. Çmimi i publikut do të ndahet edhe për femrat edhe për meshkujt. Unë pres edhe çmimet që të më vinë në sken me një herë mundësisht. Çmimi me SMS për femrën dhe mashkullin më të votuar. Mirë, do t'i ftoj edhe kolegët nga Ziko TV që të vinë të japin këto çmime. Pak nëse ata vinë atëherë nuk keni nevojë për ne apo jo? Do na zëvendësoni për pak çaste apo jo? Pa problem. Ma po ma merr mendja që është bom mjaft me ata dy ta ndrojmë pak sa. Kjo është Granit Miftari. Kjo është Edona Memini, që sonte unë kisha dashur me jap një kompliment shumë të madh, me qenë se ka ndryshuar krejt stylingun e saj, edhe për herë të parë më ka pëlqyer. Ma bre. Granit kom të më ndridhër. Unë për jap çmimin e publikut për SMS. gjinin e bukur, gjinin femërore. Këtë çmim e fiton kosovare Hasi. Shumë bukur po dukesh, urime. Mirë mbrëma gjithve, ju përshëndes. Sonte kjo sallë po ngjan një galaktike që përmban shumë myje. Jeni shumë të mirë. Faleminderit Ziko shumë. Faleminderit ata që punuan për këngën Zjarr mes nesh, këngëtarin e madh Ilir Shaqirin dhe Korab Shaqirin. Dhe përshëndetjet e veçantë për babon tim i cili më qëndron gjithmonë pranë, Skënder Hasi. Bravo! Falenderojmë kosovare Hasin dhe vazhdojmë me çmimin tjetër. Për gjinin e fort, pra pëmdoja ne. Për gjinin e? Fort. A, u kuptu? Okej. Çmimi i publikut për meshkuj i takon grupit Pro Band. Ftojmë Pro Bandin në sken. Ta në tërëfisht fort. Ta jon 3, kështu që mënesh me largu. Falenderojmë Eduard Rukitje, nëse s'keni diçka me shtu. Falenderit. Jo veç kisha dosh mi përshëndet gjithë. Na po më duket pi moshkëve më të mirë, apo? Qashtu Vivian. Inshallah, inshallah është e vërtet. Përshëndesim gjithë. Falenderit shumë, tani është koha për një çmim tjetër, është çmimi. Vazhdojmë me ndo çmimet e Ziko TV-s për emisionin Top 10 VIP, Top 20 Ziko TV edhe çmimi për Ziko TV. Top 20 Ziko TV. Ha ha. Fituese për Top 20 Ziko TV është Me qenë se është gjini e bukur edhe gjini femërore, unë kisha dashur një dërtërkitje shumë të madhe për Adelina Ismailin. Mirë ma pone që to. Faleminderit shumë, shumë faleminderit, është privilegj për mua që t'jem e nderuar kaq shumë. Kam qenë pjesë e kompanisë Ziko, po gjithashtu edhe Zhurma Show. Besoj që nga fillimi, nga njëherë pa shpërblyer, nga njëherë shpërblyer. Gëzohem edhe njëherë që jam mesin e juj, mesin e kolegëve të mi. Gëzohem për gjitha të mira që ndodhem këtu edhe për ato ekceset e vogla, pa cilat nuk bën të kalohemi. Të rikujtojmë se nga njëherë ne jemi edhe terapi psikologjike për njerëz. Caktum, po, jemi këtu edhe për t'u gëzu, sepse të ralla në këto momente. Faleminderit edhe njerë gjithë atyre që më vlerësun, urime gjithë atyre që janë shpërblyer, urime edhe atyre që nuk shpërblen, sepse gjithmonë jemi shpërblyer nga publiku. Faleminderit, faleminderit Ziko!
Urime ditëlindje Adelin. Urime ditëlindje. Vazhdojmë me çmimin tjetër, është çmimi Top 10 VIP. Për çmimin e fituar në kategorinë Top 10 VIP, fitojnë grupi Kur gjë smet për Adelin jo zamër. Ethno Enjoyt. Faleminderit e dorë. Presim Gjencin për me marrë çmimin. Urime gan. Okej. Faleminderit shumë Ziko, faleminderit është një çmim që definitivisht neve na jep forcë për me vazhduar të armën. Na jep forcë për shumë gjëra tjera që na presin si në muzikë dhe si në sfera tjera. Faleminderit të juve. Kanë se sa për skarem, këtë çmim ta kanë dhënë kolegët e tu që të kanë votuar në emisionin Top 10 VIP. Është çmim, është një emision ku gjithë këngëtarët ja japin vendin e parë një kolegit vet. Faleminderit kolegëve shumë. Zakonisht ju që ju kom kolegë që disa vjet më mjefni si një njerit që nuk merrem me tjerët, ka respekt për secilin. Duke fillu nga Nëzhmije Pagarusha deri te Adelina Ismaili, Blero, për shumë tjerë atje. Kështu faleminderit shumë i nderuar nga ana ime personalisht, grupit Ethno Enjoyt dhe gjithë ata që na vërtetojnë. Faleminderit shumë. Faleminderit Genci, tani është koha për një çmim tjetër, ndoshta çmimi më i dashur për të gjithë këngëtarët, është çmimi i Ziko TV-s. Oh, çmimi Ziko TV shkon për. Jo, haj. Adelina Berishën dhe Stine. Mimbroma gjithëve. Zikon e përshëndes shumë dhe e falenderoj që na ka bos bashku krejt këngëtarëve këtu. Një përshëndetje shumë e madhe shkon për Bilbilin e Kosovës Nëzhmije Pagarushën, që sa që është e pranishme në mesin tonë nderon, edhe gjithë kolegë. Gjithashtu, këtë çmim ja kisha dediku Stinës për këngën e mrekullueshme që e ka bo. Një falenderim edhe për Enter Media që e ka bë klipin. Ndoshta edhe Stinë ka diçka më fol. Ju përshëndes gjithë dhe faleminderit shumë, është kënaqësi që ndodhem sonte këtu. Është vlerësimi im i parë këtu në Kosovë. Faleminderit shumë, ju dua shumë. Faleminderit Adelinës dhe Stinës. Është ky një moment i veçantë që të gjithë ne kishim pasur dëshirë të ishim në vendin e fituesit të këtij çmimi në vijim. Është fjala për albumin historik. Pas gjatur shumë kisha ftuar në skenë 3 femra, të gjitha simbol të emancipimit të femrës kosovare, këngëtarën Shpresa Gashi, aktoret Arbresha Grabovci Nigja dhe Anisa Ismaili në skenë për të ndarë çmimin për albumin historik. Nostalgjia, ha? Cila të mbaj mikrofonin? Para se të hapim zarfin, dua të dëgjoj nga një mendim tuaj se çfarë rëndësie ka ky çmim. Çka do të kishit vepruar ju po të do ta merrni çmimin për albumin historik? Zonja Gashi? Shandi me sigurisht që legjenda, si legjend pesam si Nëzhmije Pagarusha. Zonja Grabovci, Nigja? Po ashtu njëjtë si kurse diva ime Shpresa Ishandi dhe po ashtu si kurse zonja Nëzhmije. Po përmendet shumë zonja Pagarusha. Zonja Gjoci Ismaili. Ismaili Gjoci apo Gjoci Ismaili? Apo vetëm Ismaili, okej?
Cila është rëndësia e këtij çmimi sipas jush? Po tash unë po flas në cilësinë e aktorës, domethënë po ta kisha marrë një shpërblim për rol historik ta quaj ose diçka, sigurisht që kisha mëni shumë e privilegjuar. Do të ishte një kulminacion i karrierës, një përfundim i saj? Përfundim ndoshta jo, por kulminacioni po, besoj që po. Atëherë hajde bashkë ta hapim zarfin, shohim se kujt i takon çmimi për realisht kushtimisht po them veprën jetësore. Do ta thoni bashkë. Necmiye Pagarusa. Bon. Të ndëruar të pranishëm, a keni përshtypje edhe ju që kjo sallë e bukur u shëndrit për i herë? Po shëndrit? Ky është çasti më i rëndësishëm i klubimit tonë të sonte, do të shpallim fituesit e vitit, kënga e vitit, albumi i vitit dhe videoklipi i vitit. Në juri ishin Xhavit Muçaj, producent, kryetari i jurisë, Edona Memini, redaktore e muzikës në Ziko TV, Alma Leshi, redaktore e muzikës në TV Opinion, flautiste, Jeton Morina, përfaqësues general i Ziko TV-s për Evropë, Maxi, gazetar nga Shqipëria dhe Avni Aliu, redaktor përgjegjës i muzikës në Alsat të Maqedonisë. Unë ftoj kryetarin e jurisë për të komunikuar fituesit, së bashku edhe çiftin Lirak Qelaj dhe Ilire Vinca për të dhënë çmimin e parë për këngën më të mirë të vitit. Mirëserdhët. Derisa të vijë Liraku, të shfrytëzoj rastin që ju përshëndes. Përshëndes të gjithë ata që punuan në realizimin e këtyre këngëve të bukura, këtyre videoklipeve të bukura, me prezencën e juaj që madhështuat këtë mbrëmje artistike. Njëherët jemi këtu për të komentuar rezultatet e gjithë kësaj nate. Juria unanimisht ka vendosur për të zgjedhur këngën më të mirë të vitit, videoklipin më të mirë të vitit dhe albumin më të mirë të vitit. Këtu antarët juris kemi edhe një artiste flautiste e cila vjen nga Prizreni. Kjo do t'i kumtoj së bashku me musafirët. Atëherë së pari edhe unë t'ju falemnderoj të gjithëve për punën e madhe që e keni bo, se në këtë mënyrë na keni vështirësu neve punën. Faleminderit. Jo vetëm desha t'i përshëndes gjithë ata që patën durim të qëndrojnë deri në orët e vona, po edhe ata që nuk patën durim, që shkuan, me gjithë ata ju treguat ma durueshëm. Dua t'i uroj dhe t'i përshëndes gjithë fituesit e natës së sonte, po edhe ata që nuk kanë fituar, mendoj se e meritojnë gjithë që kanë qenë nominuar e vlejnë. Prandaj ju dëshiroj sukses edhe këtyre që do të fitojnë tash. Kënga më e mirë e vitit. Shkurta dhe Gresa. Falemderit shumë, falemderit. Unë i falenderoj sinqerisht jurin dhe publikun, adhurustët e mi që më kanë vlerësua. Kaq shumë, falemderit shumë, do t'ja jap fjalën Gresës, sigurisht se kjo ka diçka për të shtu. Në të vërtetë është një çmim shumë i rëndësishëm, shumë i madh.
Faleminderit shumë Juris, faleminderit shumë fansave, mbi gjitha faleminderit shumë Ziko gjithashtu, mbi gjitha faleminderit shumë mamit që ka pranu me knu me mu duet, sepse pranë saj jam di tamam artiste. Faleminderit shumë. Albumi i vitit Etno Engjujt. Faleminderit shumë edhe një herë. Ky është ndër çmimet që më pëlqejnë më shumë, do të thënë realisht që kanë peshën më të madhe për mua. Për shkak se është album që përkundër tjerave marrën edhe autorsinë tëme. Do të thënë nuk jam vetëm interpretues i albumit, po edhe kompozitor, orkestrues, edhe producent i albumit. Faleminderit për jurin. Faleminderit shumë edhe një herë. Dhe për fund videoklipi i vitit, Adelina Ismaili. Unë me të vërtet, sinqerisht kjo është, më falni, nuk ka ndodhë me marrë shpërblim njeriu edhe mos me qeni emocionum, po saqërisht kur jenë këtë mes këto. Kisha pas dëshirë se edhe unë si Genci, pavarësisht se na moti e kemi kriju koalicionin, kom dëshirë me folë, pak, disa fjalë. Gjithë e dim që këto drasa janë të shejta, dhe ai videoklipi cili sonte u shpërbly, dhe jam pafundësisht e lumtur, ka qenë një ide faktikisht e kopjuar, ndoshta. Ne kemi një madhështi, kemi një legjend gjallë dhe jemi me fatë si popull, si komb, kisha me thonë, që në mesin tonë jetojnë ende legjendat e gjalla cilat a kanë aktruar, kanë kënduar ashtu si që nuk këndon kush do të më botë. Kanë qenë dhe janë të parritshme. Unë po e shfrytëzoj rastin tash si qërshim mbi tort, kisha me thonë këtë organizim bukur i cili nuk ndodhi në Prishtinë, po në Gjilan, dhe si individ, si Adelin, jam shumë e lumtur që po ndodhi në Gjilan, që t'ju tregoj faktikisht që kënga ime e bazuar mbi këngën folklorike shqiptare, një videoklip i bazuar në aktrim, në stile të ndryshme, ka qenë një tentim i vogël që t'i ngjaj asaj legjendës gjallë, skenës, prapa skenës, të kulturës mbarë shqiptare, zonjës afër cilës pata fatin të ri sonte dhe kam pas fatin ta njo dhe t'ja prek e t'ja put dorën këtë jetë, legjenda e gjallë, Nejmie Pagarusha. Jam me fat që njo, ju falenderoj gjithë dhe për këtë shpërblim, faleminderit, është një klip që jam munduar të realizoj, nëse ja kam arritur atëherë, ky çmim i dedikohet edhe një herë, do të munduam t'i përmbledh gjitha me një fjalit vetme, edhe pse kom vështirë. Nanës time mas pare cila më ka bind që të kthehem me një klip dhe familjes time, menaxherit tim që e ka rikthy një Adelin në skenë dhe njetë, fansave të mi, klubit fansave në diaspor, në Malin e Zi, në Kosovë dhe në Shqipni, faleminderit shumë, por do të thosha, po e përsëris edhe një herë, mësë shumë t'i kolegëve të mi, edhe atyre që më pëlqenjë, edhe atyre që s'më pëlqenjë, se është ndërë me që jem pjesë e juja, edhe këto durët e mia që po dridhen po tregojnë që nuk jom t'i rajt. Jo tash. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Edhe njerë po e them pata nderim, t'jem pjesë
me qenë në zhurma show ka qenë gjithmonë kënaqësi. Tash po e përjetojmë si ngjarje e vërtet kulturore e cila e ka peshën edhe madhështinë e vet. Ju faleminderit gjithë atyre që na kanë mundësu të jemi pjesë e kësaj madhështie. Faleminderit Toni, faleminderit gjithëve, faleminderit. Nuk do të vazhdoj më shumë se i konkurroj atyre që s'po guxojnë me kallëzu kujna. Faleminderit shumë. I përcjellim të gjithë nga skena, faleminderit shumë për nderin që na bë që ishit në skenën e Zhurma Show Awards. Ndërkohë që ne do ta lëm këtë skenë sonte së bashku me ju për të takuar vitin e ardhshëm në edicionin e 6 të Zhurma Show. Më falni po shoh një më duket se një polic po më S'ka ku ikë, ja. Më thonë, bere ko Natën e mirë, natën e mirë.